Mirëmbrëma miq Pathana. Personazhi i radhës është politikan. Unë e njoh si shkrimtar, sigurisht e njoh edhe si politikan. Është nga ata politikanë cilët rrallja dolën të hynë edhe dalin në politikë si i thon populli pa u lagur, pra pa krijuar ose pa lënë një emër të keq në popull, pa lënë një emër të keq tek njerëzit, siç rëndom stigmatizohen edhe etiketohen politikanë. Është nga ata politikanë e racës, kam qejf ta quaj unë, nga ata që në 90-ën bën pamundurën që ky vend të kishte një lloj të ardhmë më të mirë, kishte një përfaqësim dinjitoz, ndoshta kjo ndodhi për arsye se ai vinte nga letërsia dhe gjithmonë shkrimtarët janë të matur në atë që thonë dhe në atë që bëjnë, por megjithatë ai kishte qëllimet e duhura, një politikë e pastër dhe një politikë e cila sot për fat keq ka pak gjurmë saj, pra nuk ekziston. Kam kënaqësinë të kem në studio me mua Namik Doklen. Namik do të thras Namik, sun nga që jemi absolutisht në një mënyrë miqësore. Mirë se erdhën Pathana. mirë se ju gjetëm. Shkurtimisht, para se të filloj me pyetjet, një devizë të shkurtër, si e sheh politikën sot? Çfarë është politika për ty sot në krahasim me atë që ti bëje dikur dhe aplikoje dikur? Aktualisht unë s'para e ndjek shumë politikën, si dikur, ndjek pak sa lajmet, po mendoj që duhet thënë prap ajo që kam thënë kur botova romanin tim të parë, Vajzat e mjegullës, kur isha në vitin e fundit të mandatit tim të fundit. Edhe më pyeti një gazetare, ç'a mendon për politikën? A mund ta përkufizosh me një fjali ose me një fjalë? Po i thash me gjysmën e titullit të romanit tim. Vajzat e mjegullës, vajzat janë jeta, mjegull është politika. Mjegull. Pra dhe kaq vite në politikë nuk arritet ta qartësosh këtë gjë. Ndoshta kjo është karakteristika ose tipari kryesor i politikës që mjegullohet dhe të gjithë mendojnë që edhe flasin dhe deklarojnë që po e kthjellojmë, por kthjellimi është shumë lart. Nuk ndodh. Ruan kujtime nga ajo kohë, të mira, të këqija. Ke dëshirë ta kujtosh? Patjetër, e kujtoj her pas here me miq, me njerëzit që i kam afër, sepse realisht ka qenë një jetë shumë aktive, një jetë me impenjim të sinqert. Jo vetëm imi, po përgjithësi, sepse unë të paktën në 92-96 kam drejtuar grupin e Partisë Socialiste, ishim në opozit, dhe në 38 deputet që ishim gjithsejt në atë grup, kanë qenë 9 profesor me tituj të fituar me punë të jashtëzakonshme, jo siç mund të fitohen tani profesor lloqet e doktoraturës. Po dhe shumë shkrimtar ka pasur në sa më. Dhe shumë shkrimtar dhe në grupin ton midis tjerëve ishte drejtori Golli, që në atë kohë dhe vazhdojnë edhe ta quajnë patriarku i Partisë Socialiste, sepse realisht qenia e drejtorit Gollit në grupin parlamentar, ai natyrisht nuk ishte shumë aktiv dhe çdo ditë, por në momentin që fliste ai vinte gurin kilometrik e thoshte këtu dhe nuk mund të shkohet as më tej as më mbrapa. Sepse kishte atë intuitën jo thjesht politikanit, po kishte intuitën e një njeriu që ka kaluar një jetë të gjatë me probleme, me vështirësi, me të mira dhe me të këqija, dhe mbi të gjitha kishte vëzhguar jetën si shkrimtar. Dhe nëse të gjithë ne të zakonshmit shikojmë jetën thjesht në përditshmërinë e saj, në elementet ekonomik, në marrëdhëniet e ndryshme midis njerëzve, shkrimtari e shikon edhe shpirtin e asaj që jetohet. Dhe në këtë kontekst mendoj unë që në atë kohë, të paktën në atë kohë, politikës nuk i duhej vetëm politika, nuk i duheshin vetëm sloganet, po i duhej edhe shpirti i njerëzve, dëshirat e tyre, hallet e tyre. Dhe nga kjo pikpamje mendoj që unë kam çfarë të kujtoj, sepse me të vërtetë kam qenë me njerëz të shquar, të mirë, të impenjuar, dhe jo vetëm në Partinë Socialiste, po nga të gjithë krahët kishte njerëz të tillë. Ne të dy jemi shkrimtar dhe gjithmonë mendja na shkon te shkrimtarët, ishte drejtori Golli, Besnik Mustafaj, Preq Zogaj, ishte Bardhyl Londo, Todor Keko, Natasha Lako, Teodor Laço, e tjerë. Pra kishte me të vërtetë një dhe kur ata flisnin nuk kishte grindje siç ndodh
rëndom në parlamentin tonë. Por, me një fjali, thoshte qoftë njeri prej tyre, me një fjali e mbyllte, i vinte pikën bisedës ose debatit edhe kjo ishte një gjë shumë pozitive. Mendoj që politika dhe letërsia aty këtu edhe lidhen në një farë mënyre, por janë edhe xheloze ndaj njëra tjetrës. Sepse të paktën unë kam vënë re te vetja ime, po edhe tek disa autorë të tjerë, si për shembull Besniku apo Preqi, nga momenti që janë shkëputur nga politika, prodhimtaria e tyre letrare ka qenë shumë më e dukshme, shumë më e suksesshme. Por gjithsesi ne edhe pse nuk deshëm të përfshiheshim në politikë ose nuk mendonim në atë kohë të përfshiheshim në politikë, po një ditë papritur u zgjuam politikan. dhe atë lloj politike e bëm me sinqeritet dhe me dashamirësi. Përveç kësaj kam vënë një lloj, po themi, simptome ose nuk e di si mund ta quaj tash tek politikanët që ishin dhe shkrimtarë. Për shembull, Besnik Mustafaj e ka këtë kompleks. Kur është këtu nuk do të flas më për politikën. Ben Blushi e ka thënë publikisht, mos të bëni pyetje për politikën. Pse është ky kompleksi i shkrimtarit kur ikën nga politika dhe fillon jetën aktive si shkrimtar? Edhe unë kam këtë. Pikërisht desha të pyes dhe ty. Dhe për shembull, po të isha në një studio, ndoshta nuk do të përgjigjesh fare për këtë punë, por me që e kam për mund të tolerosh. Jo, me që kam edhe për herë të parë podcastin, okay. po toleroj. Unë mendoj, mund ta kem gabim, po opinioni im është ky që thash që politika dhe letërsia ngjajnë në një aspekt që të dyja duan përkushtim. Të dyja duan që në një moment caktuar të merresh me gjithë çfarë ke me politikën ose me gjithë çfarë ke me letërsinë. Duke bërë një herësh edhe politikën edhe letërsinë, ato xhelozohen ndaj njëra tjetrës. Dhe kjo është arsyeja që ne që jemi shkëputur nga politika për të vazhduar ëndrrën tonë, duam ta vazhdojmë ëndrrën. Pra nuk doni të flitet më për atë. Po, në kuptimin që s'duam të rihyjmë. Është një derë nga e cila kemi dalë dhe e kemi mbyllur përfundimisht. Okay. Flas për politikën aktive. Dhe jo se ne nuk na intereson politika, se në fundit politika është pjesë e jetës së vendit ku ti jeton, e popullit me të cilin jeton, e tjera. Por nuk duam si më thënë të përzihemi në mënyrë direkte me politikën, sepse po të ishte për të përziher me politikën, ne ishim ju mund ta vazhdonim, se nuk na tha njeri ikni. Por gjithsesi një analizë keni për çështjet e sotme, për ngjarjet e sotme, edhe jo më mirë se ju, ajo që ndesha të di prapë, se do rrim edhe pak te politika, pastaj do kalojmë sigurisht te letërsia, tek prejardhja juaj, tek fëmijëria juaj, tek gjitha. Ti ke qenë një nga ata politikanë që kishe praruar një raport shumë të mirë dhe me opozitën. Pse shoqëria sot sipas jush nami kaq e polarizuar sot? Pra nëse je i partisë tjetër, je i kundërt dhe je pra nuk na lidh më asgjë bashkë. Pse është polarizuar kaq shumë? Kur dikur nuk ishte. Pra ju bisedonit bashkë, ndani debatin bashkë, pinit dhe kafe bashkë, po dhe debati parimore kishte po. Ka het ndryshme, po qëllimi i njëjtë. Pse sot është ndarë kaq keq politika? Se po ndan dhe popullin për te tjerave. Po, qofse në parlament ka grindje edhe në vendet tjera. Drejtoroi thoshte që parlamenti më i mirë është kroji i fshatit ku gratë flasin për politikë. dhe natyrisht që politika është e lidhur me gjithçka, me zhvillimin e vendit, me rrugën që ndjek rrugën europiane apo pengohesh në këtë rrugë etj. Dhe nga kjo pikpamje interesi për të është krejt normal, edhe i ligjshëm, sepse fundit jemi njerëz të kësaj shoqërie. Por unë mendoj që përplasja e madhe, natyrisht edhe në kohën tonë ka patur debate të shumta, nuk kemi qenë pa debate, por është ajo që ju thoni që edhe uleshim, edhe merreshim vesh për gjërat të rëndësishme. Ka patur edhe raste që për gjërat të rëndësishme nuk kemi marrë vesh edhe është mbajtur qëndrim refraktar, qoftë nga pozita apo nga opozita, pa i emërtuar cila opozit dhe cila pozit, sepse në një farë kuptimi kjo karakteristikë ose ky tipar i politikës shfaqej, si më thënë, në të gjitha forcat politike. Por mendoj që një nga arsyet, gjithmonë me rezervën, mund ta kem unë gabim.
dikush tjetër mund të mendojë ndryshe. Ajo çfarë e ashpërson politikën është niveli më i ulët kulturor i parlamentit në krahasim me nivelin kulturor të parlamenteve të mëparshme. Ju thash që në grupin tim parlamentar të 92-96-s, flas për grupin socialist, nga 38 vet, 9 ishin profesor të ekonomisë, profesor të mjekësisë, profesor të biologjisë, profesor të shkencave shoqërore, filolog e tjerë. Pra kishte nga të gjithë. Kishte gazetarë nga më të shuarit e kohës, edhe në grupin ton parlamentar, po edhe në grupin e opozitës. Kishte specialistë të cilët vinin nga një përvojë e madhe jetësore. Dhe kur vjen nga një përvojë e madhe jetësore, nuk i merr gjërat, si më thënë, në themër, që o burra mund bëhet ajo çfarë them unë. Aq më tepër që edhe shumë prej tyre kishin parë një sistem të rrëzoj, pra mateshin mirë, në sensin që e dinin në fundin. Kështu që nga kjo pikpamje unë mendoj që qofse atëherë kishte shumë profesor dhe edhe pa titull profesor kishte intelektual të shquar në sektorët e tyre ku kishin punuar, aktualisht ka më pak njerëz me kulturë të tillë të konsoliduar. Natyrisht koha do të bëjë vetën, edhe ata mund bëhen nesër pas nesër njerëz të shquar në fushat që dyshoj për këtë. Unë dyshoj për këtë. Nëse, domethënë dyshimi është legjitim, është një ndjesi njerëzore, po unë nuk po them as dyshoj dhe as jam i sigurt, po uroj që të jetë. Okej. Kam parë një foto tuaj kur kishe qenë si aktor, nga ato aktorët italianë, i bukur që janë shumë i pashë, me një staturë si aktor, është një foto shumë e hershme. Ka ca që më thonë që jam më i bukur plak se sa i ri. Ja. Me të drejtën kur e pash një foto bardëzi, shumë i ri, do të kishte 18 vjeç, ndoshta 19, ose momenti kur ke ardhur në Tiranë, nuk e di, në internet më doli diku. Edhe kështu, portreti yt shumë modern i kohës, por u du ta nis pak te fëmijëria. Mos ishte me flok kështu të zeza mbi lshuar mbi ball. Pak këtu një foto shumë e vjetër. Është foto e maturës, kur fotografonin për të dhënë foton në dëftesën ose diplomën e maturës, edhe kur e shoh edhe unë çuditem sepse në atë kohë nuk lejoheshin flokët t'i mbaja ashtu. Domethënë nuk lejoj, jo se të futni në burg për flokët, po të thoshte vllai më i madh apo një mësues etj. Dhe atëherë ai model flokësh, pra flas për 1964, ai model flokësh kishte ardhur nga, si duket, nga filmat, nga ndonjë televizion në atë kohë, nëse ka pas njerëz që ta shohin, dhe e quanim model kalipso i flokëve. Dhe duhet të jetë kjo fotografi. Në fakt më ngjave shumë me këta aktorët italianë të viteve 70, këta filmat italisë, shumë foto e bukura, edhe shikimi ishte shumë i. Po më bën. Edhe shikimi ishte, jo, e kam seriozisht, shikimi ishte shumë shikim me karakter, si aktor, po duam të rri pak tek fëmijëria juaj. Ju keni lindur në? Unë kam lindur në Durrës. Ti ke lindur në Durrës. Por kam lindur aksidentalisht në Durrës, në kuptime aksident. Jo aksident, por babai im punonte në Durrës, kishte një nga ëmbëltoret më të mira të Durrësit për atë kohë, në rrugën kryesore të Durrësit, dhe në kohën që nëna ishte shtatzën dhe unë prisja të shija dritën e diellit, nëna u ndodh në Durrës, edhe unë linda në Durrës, madje. Por me njëherë pas lindjes time, babai u detyrua ta mbyllte dyqanin sepse unë linda në 46-ën, filloi me njëherë ajo shtetëzimi e njëra tjetër, dhe u detyrua të kthehet në fshatin e origjinës, në Borjet Kuksit. Edhe unë u ktheva dhe pyesja ku kam lindur unë? Në Durrës. Dhe i thosha nënës, po si ka mundësi, kam lindur në Durrës, ndërkohë që ti je këtu. E i thosha, kush më ka lindur mua? Dhe ajo thoshte emrin e një gruaje që vazhdonte të jetonte në Durrës. Shumë interesant. Ky është një detaj që ne nuk e dinim fakt. Shiko, qofse kemi kohë të tregoj një gjë si punë. Patjetër. E vërtet, po tingëllon si barcalet. Në mandatin tim të fundit, unë kam qenë deputet në Krujë, por isha deputet i qarkut të Durrësit. Dhe në një televizion lokal të Durrësit, gazetari i televizionit mori në intervistë gjithë kandidatët e të gjitha partive, njëri pas tjetrit.
Dhe më erdhi rradha edhe mua dhe sa ulëm pak me nerva, më pyeti, "Ç'i kërkon ti në Durrës?" E pash një herë, i thash dëgjoj, shi, po ta shpjegoj se ç'kërkojnë Durrës. E para një herë, Durrësi është një nga krenarit e kulturës shqiptare. Dhe mua më takon që të gëzoj nga kjo kulturë e madhe, sepse këtu ka mësuar edhe Ciceroni, thash, në shkolla, në kolegjet e atëhershme të Durrësit, dhe çdo shqiptar ka të drejtën ta gëzoj këtë gjë. E dyta, i thash unë, si nënkryetar partie, si sekretari i përgjithshëm, si kryetari i grupit parlamentar, a sekretar organizativ, kam qenë shumë i lidhur me Partinë Socialiste të Durrësit, me njerëzit e Durrësit. E treta, i thash, ti nuk e di, po unë kam lindur në Durrës. Ai, ti në Durrës? Po, i thash, në Durrës, dhe është akoma një veturina të një shtëpie mbrapa gjykatës aktuale të Durrësit. Dhe e katërta, i thash, që duhet ta dish, s'ke pse ta dish, po ta them, që varet e prindërve të mi, të nënës dhe babait janë në Durrës. Okay. Sepse nëna ime vdiq në Durrës, po na la porosi që të sillni eshtrat e babait nga Kuksi në Durrës. Dhe kur thash këtë gjë, atëherë ai gazetari erdhi në vete, në farë kuptimi, tha, të kërkoj ndjesë. Namik, me që e hape temën e përjardhjes, jam kurios, baba juaj si përfundoi në Durrës, si shkoi në Durrës? Se baba im është nga Gora. Nga Gora, po. Gora është e njohur për migracion që në kohët e hershme, migronin dhe bënin pak a shumë një punë përgjithsisht të gjithë, ëmbëltor ose kuzhinier, pra në ushqimin social që të quaj. Dhe baba im që në moshën 11 vjeç ka shku në një qytet të Kosovës, në Janjev, dhe atje punonte i ati ti, kishte një dyqan, po i ati nuk e mori në punën e ti, po e qoj qirak të një tjetër. Dhe kur e pyetën pse se mban vetë djalin, te unë nuk mëson dot, te ai tjetri mund mësoj. Dhe atje punoj për një farë kohë, pastaj shkoj ca kohë në Bosnjë, në Rumani, etj, dhe më në fund vendosi që të vi në Shqipëri. Edhe erdhi në Shkodër, diku nga viti 1925-1926, punoi një vit në Shkodër, nuk i shkoi mbar, me gjithë babain dhe një vllat të tij, dhe erdhi në Tiranë. Erdhi në Tiranë babai në atë kohë, sa i përket Shqipës, nuk në fshatin tim s'ka pas shkollë shqipe, është hapur në vitin 1928 për herë të parë. Dhe babai nuk kishte bërë shkollë shqipe, po kishte bërë shkollë turke. Pra shkruante dhe lexonte turqisht, po shqip jo. Dhe kur erdhi në Tiranë, mendoi që të shkojë në Durrës, të hap tregtinë e vet në Durrës. Mirë po tha, unë s'di as të shkruaj, as të lexoj në gjuhën shqipe, si t'ja bëj, dhe kërkoj një mësues në Tiranë. Edhe gjeti një mësues, nuk e di si e qyshe tek. Edhe i thot, sa germa ka alfabeti i Shqipës? Dhe mësuesi i thot, 36. Po mirë, thot, 36 pjesëtim për 3 bëjnë 12. Ti do mësosh mua nga 12 germa në ditë dhe për 3 ditë duhet më mësosh alfabetin. Dhe unë do të paguaj për çdo ditë një Napoleon Flori. Dhe ashtu i mësoj dhe me ato 3 ditë baba im pasaj ka lexuar, ka shkruar etj. Dhe kjo dhe në Durrës pastaj i shkoi puna mirë, se kishte edhe njerin prej vëllezërve, fillimisht punonin me ato. Ndërkohë që dhe mamaja juaj ishte nga Gora? Po nga i njëjti fshat. U njohen me mbledhëri? Jo. Gora ka një tipar krejt të veçantë dhe të jashtëzakonshëm, që të gjitha martesat janë bërë me dashuri. Okay. Sepse jo vetëm në fshatin tim, po në gjithë fshatrat e Gorës, dhe jo vetëm në Gorën që është në kufit e Shqipërisë, po edhe në Gorën që është në kufit e Kosovës, brenda Kosovës. Madje më shumë fshatra janë në Kosovë se sa në Shqipëri. Dhe martesat bëhen me dashuri. Dhe në të folmen e Gorës nuk thonë që filani dashuron filanin, ose filania dashuron filanin, po filani dhe filania shikohen. Pse? Sepse vajzat duke ecur në rrugët e fshatit,
flas gjithmonë në zonat publike, jo në zonat familjare, gjithmonë ecin me syt ulur. Dhe kur i shkrepte xixa e pëlqimit me ideal, e shikonte drejt në sy, edhe atëherë del fjalë që filani me filanën shikohen. Pra ajo nuk parashikonte djem tjerë në sy përveç atij që dhe në këtë moment pastaj i tregonin familjes dhe familja bënte fejesën dhe në momentin që bënte fejesën dhe binin dakord për këtë gjë, atëherë familja e vajzës tek dritarja ku flinte vajza linte shkallët, i pal shkallë dhe djali vinte në mbas darke, ngrinte shkallët gjithmonë në katin e dytë dhe hypte në shkallë dhe fliste me vajzën. Dhe unë kam ditur këtë si traditë që kur isha fëmijë etj. Dhe një ditë madje e kam pyetur nënën time. Babai vinte në dritare për të folur me ty? Shumë herë isha diku në gjimnazist më duket. Po, tha, vinte. Vinte, tha, dhe bënte ca gjëra që hapte të lashe. Po qa të lashe? Po nëna ime thotë e zinte qumshtin dhe e vinte te dritare. Ke parasysh dritaret e shpive me mur, që është pak si ka një parmak gjërë. Po, bravo, dhe e vinte të ngjeren ose kusin për të ftohur qumshtin. Dhe ai tha, hypte në dritare, po kishte marrë një kasht thekre dhe me kashtën e thekrës pinte qumshtin. Bënte një rrugë dy pune. Dhe kjo ka qenë, si më thënë, domethënë edhe nëna ime të gjithë janë martuar me dashuri dhe sot e kësaj dite vazhdon kjo gjë, madje djemt e fshatrave të Gorës për Shëngjër që kanë një garë të çuditshme. Cili pret shelgun më të madh për ta vënë te porta e të dashurës ose te porta e të fejuar. Mirë, po kur ja kam treguar këtë një spanjolli, më tha, po nuk mbarohen shelgjet, nuk mbarohen sepse një ditë përpara se të ndodh kjo, të gjithë të rit, vajzat edhe djemt, shkojnë edhe mbjellin shelgje të reja. Edhe duke mbjellin dhe presin, dhe ato nuk mbarohen asnjëherë. Ndërkohë, në fakt letërsia juaj në tërsilet themi, librat kryesor, edhe ky i fundit që ti nxore që publikove, janë një përpjekje për të ruajtur traditat e Gorës, pra për ta ruajtur identitetin e Gorës. Po pse? Se jam kurios te kjo pjesë. Ç'është kjo Gora, pra ju nga keni përjardhjen Gora, çfarë gjuhë flisë që nuk ka më gjuhë saje, nuk ka të shkruar, vetëm flitet si gjuhë tani? Po, flitet si gjuhë. Flitet si gjuhë. Ka një përpjekje për ta ruajtur si gjuhë, për ta rikthyer sërish, pra. Më fol pak për këtë pjesë, pra për rrënjët e tua. Ka një përpjekje, në fakt e folme e Gorës është një slavishte arkaike. Arkaike e pa përpunuar në libra, e pa përpunuar në radio, në televizion etj. Për shembull, para çlirimit joj ose atëherë s'kishte as radio as televizion. Po edhe gjatë gjithë viteve të diktaturës jepeshin në radio ose në festivale, valle të Gorës. Po kur këngët? Asnjëherë. Dhe fjala e folmes shqipe kur nuk u dëgjua në asnjë radio, në asnjë televizion, e megjithatë ajo vazhdon të ruhet. Po si ruhet? Ruhet nëpërmjet tregimeve, këngëve, balladave, legjendave. Dhe unë që në fëmijëri kam dëgjuar shumë legjenda, shumë ballada, dhe një pjesë prej tyre, aty këtu i kam hedhur në romanet e mia, në 3 romanet e mia që i kushtohen Gorës, Vajzat e Mjegullës, Ditët e Lakuriqëve të natës edhe Lulet e Skajbotës. Secili nga romanet, njëri ka 2, njëri ka 1, etj. Pak si një stërpikje legjendave. Kur romani im Vajzat e Mjegullës u përkthye në spanjisht, unë shkova në promovimin e romanit në Institutin Cervantes dhe pas promovimit një shkrimtare dhe botuese i tham përkthyesës së romanit që sikur të ham një darkë me Doklen, nuk më njihte. I thash unë shkërkoj unë në darkën tuaj. Megjithatë shkova dhe ajo para ishte habitur që si ka mundësi që keni arritur të promovoni librin në Institutin Cervantes, sepse ishte realisht libri i parë i letërsisë tonë që promovoi në Institutin Cervantes. Nëse
Ajo nuk mori pjesë në promovim. Pra si ishte prezente dhe filloi të pyeste si qysh tek, edhe unë i tregoja që kështu, siç po më pyesni ju dhe siç po ju tregoj juve, që është një krahinë e veçantë me një kulturë materiale dhe shpirtërore të veçantë, me folklorin e saj, me traditat, zakonet e tjera, me legjendat, dhe i tregoja disa nga këto. Edhe në një moment thot mua, po qa legjende? Po i thash ja për shembull tek njëri nga romanet kam një legjend se si 3 vajza zbritën hënën nga qielli dhe vallëzuan me hënën. Po është një tjetër, i thash, që një këngë e cila fillon me këtë varg, më ra ylli në preher dhe më dogji prehrin. I thash, është një metaforë që mua më ka mbetur që nga kohë e fëmirisë dhe është goxha metafore fuqishme, e çuditshme etj. Ka edhe folklori shqip ka metaforat të kësaj fuqie, si për shembull tek Ajkuna Çanomerin, është një varg i jashtëzakonshëm që te kalon teatrin shekspirian që thot kanë zanë vend yjet për me e dëgju. Domethënë është teatr yjesh që dëgjon vajtimin e Ajkunës. Dhe në një moment botusja thot, pse nuk e shkruar një libër me këto legjenda? Po ta bëj, tha, unë do e botoja me shumë kënaqësi. Përkthyesja që ishte prezente, tha, edhe unë marr përsipër ta përkthej. Okej. Kjo ndodhi në mars të vitit 2022. Dhe nga marsi 22 deri në mars të nga marsi i 23-shit te marsi 24-s, unë nuk jam marrë me asnjë punë tjetër, por kam disa prej legjendave i dija, disa prej balladave i kisha të shkruara etj. Po ndërkohë kontaktova prap njerëz që mund të më ndihmonin, mund të tregonin, dhe të gjitha u mundova ti rishkruaj, ti rikrijoj në një farë mënyre, aty ku ishte e plot e kam shkruar siç është, aty ku kam mbetur për gjysëm jam munduar ta plotsoj, po. Për shembull të kjo vallëzim me hënën, që 3 vajzat që vallëzojnë me hënën, unë kisha dëgjuar vetëm 2 fraza, që filanja, dhe ka edhe emrin e gruas, grua 58 vjeçe, i thot fëqinjës së saj, a e ke marrë vesh që mbrëm 3 vajzat fshatit ton dolën te lëmi Vejselit dhe zbritën hënën për të kërcyer me të. Unë pastaj prej kësaj kam ke ngjisur të gjithë tregimin ose refrenjen. Dhe kjo më ka bërë mua që të ndjehem mirë, sepse brenda vitit 24 ky libër u botua në 4 gjuhë. Mrekulli. Domethënë u botu në shqip, nga Tojena që u promovu në prill të 24-s, pastaj u botua në gjuhën bosnjake, pastaj u përkthy në spanjisht dhe u botu nga fundi i vitit të kaluar, diku nga 20-24 dhjetori doli në qarkullim, dhe me një poet dhe shkrimtar që punon dhe jeton në Gorë, në fshatin tim madje, e përkthyem në Të folmen e Gorës, dhe është botu edhe në Të folmen e Gorës, edhe këtë variant të librit unë e kam botuar me shpenzimet e mia dhe ua kam shpërndar falas të gjithë atyre që dëshiron t'i lexojnë, t'i njohin etj. Mendoj që kam bërë një punë të mirë që këto mos shkojnë në harres. Ke dhënë një kontribut shumë të madh. Le të rikthehemi pak tek ajo foto edhe tek mosha jote e rinisë. Ti mbarove shkollën e mesme. Dhe të mesmen e bëre atje në Gorë? Jo. Aha. Si ishte pas? Në Gorë, sepse ti ke punuar se gazetar fillimisht. Po. Në Gorë un kam bërë vetëm 4 klasë shkollë. Okej. Sepse nuk kishte 7 vjeçare në fshatin tim. E vetmja 7 vjeçare ishte në Shishtavec, ku ishte shumë larg. Dhe fëmijët e vegjël tani për shembull për shkollën e mesme shkojnë nga fshati im në Shishtavec. Dhe madje shkojnë me një furgon që është apostafat për ta etj. Po në atë kohë një fëmijë 10 vjeç, 11 vjeç të bënte 1 orë rrugë në këmbë, dimër, shi etj. Ishte e pamundur. Dhe kur erdhi kryetari i komitetit ekzekutiv në fshat, babai im në takimin i kërkoi pse s'hapni shkollën 7 vjeçare në fshatin tonë. Dhe ai tha do ta hapim shtatorin që vjen. Dhe me shpresë se do ta hapnin, shkolla nuk u hap. Kështu që unë ngela një vit në fshat pa shkollë, por më bëri mirë sepse gjatë atij viti unë rria në fshat dhe mbaj mend që atëherë dija 70 këngë.
i kisha evidentu që Këngë folklorike. Këngë folklorike, ta balada, këngë lirike e tjera të zonës tonë. Dhe kalova një vit kështu duke brellur në fshat, dhe kur erdhi puna shtatorin tjetër, nuk u hap përsëri shkolla. Dhe unë atëre e ndjeva veten të humbur totalisht, do mbetëm pa shkollë, sepse dëshirën për shkollë mua ma kishte ushqyer një mësues i jashtëzakonshëm nga Shkodra që më ka dhënë mësim në klasën e 3 fillores. Dhe ai për mua ka qenë drita e asaj që erdhi më vonë në jetën time. Dhe e mbaj mend si më thënë, me një respekt të jashtëzakonshëm, bile e kam edhe personazh në një nga librat, dhe kur filloi shtatori, prap 7 vjeçarën fshatin tim nuk u hap. Atëherë unë qaja, s'dija që të bëj etj. Dhe kaloi dita e parë, dita e dytë, dita e tretë, hanse do hapet shkolla, dhe përfundimisht pas një jave u tha që nuk hapet shkolla. Dhe atëherë mbaj mend çfarë më ka thënë babai. Do të shes edhe Aztekun tim pa shkollë nuk të le. Dhe më ka marrë për dore dhe më ka sjell në Kukës. Dhe në Kukës jam regjistruar në shkollën Bajramcurit të Kukësit, shkollën 7 vjeçare, dhe aty kam bërë 7 vjeçaren, pastaj kam bërë gjimnazin. Aty prap në Kukës. Po, në Kukës edhe gjimnazin, dhe pastaj kam ardhur në universitet. Kur unë që në gjimnaz fillova të shkruaj, edhe botoja, rrallë, po botoja. Madje mbaj mend që u botu një poezi që imitoja këto modernët e asaj kohë të viteve 60, jo Kadare e tjere, dhe një nga mësuesit e letërsisë më tha, leni Kadarenat. Nëse, dhe atëherë kur plotësuam kërkesat për në universitet, unë shkrova gjuhë letërsi. Dhe nuk më doli për gjuhë letërsi, po më doli për agronomi në institut bujqësor. Por për fatin tim, në vitin sapo kisha marru vitin e 2 të fakultetit agronomis, u hap një konkurs për gazetari, i cili jepej tek fakulteti drejtësisë. Nuk e di pse e kishin atashuar në atë fakultet të gazetarisë, dhe kam mbaru, u bë me konkurs, fitova konkursin bashkë me shumë gazetar të asaj kohë, të cilët një pjesë për tyre u bën kryeredaktor gazetash, drejtor televizioni etj. Që jem një brez i mirë gazetarësh, dhe kështu fillova gazetarin, me të cilën kam vazhduar gati 20 vjet, nga të cilat 19 në gazetën Puna të Bashkimit Profesionale dhe vetëm 7 muaj në Zërin e Popullit. Gruan tuaj ku e njohët? Këtu në Tiranë? Jo. Gruan e ke nga Gora, e ke rujt traditën? Jo. Domethënë pas ke thy traditën. Kam thy nuk kam thy traditën, thelbin e traditës, kam thy gjeografinë e traditës, sepse me Se punën e shkallëve Jo, nuk kishim nevojë për shkallë, sepse ishim në Kukës në të njëjtin konvikt. Nga Kuksi është dhe bashkëshorte? Është nga Kuksi, nga Bicaj, nga Luma, dhe unë jam gorani i parë i martuar me një lumjane, ose ajo është lumjania e parë e martuar me një goran. Madje, ka patur edhe shumë presione njërën e tjetrën, deri arriti puna deri aty sa sekretari i pari rrethit Kuksit, i partisë, Tahir Mingjozi, njeriu më i mirë që ka pas Kuksi nga këto parinë e asaj kohe, i cili thirrin ca nga ata, s'keni turp, pengoni. Po pse kishte presionin nga kush? Nga familja juaj, familja e vajzës? Familja ime. Nga opinioni, më shumë nga opinioni. Po pse goranët si shifeshin? Shifeshin si tuaj? Po jo si tuaj, se për shembull lumjanët në atë kohë flas, pastaj filluan u thyen këto norma. Por në atë kohë një lumjan nuk martohej as me gorane, as me hasjane. Një goran nuk martohej as me hasjane, as me lumjane, dhe një hasjan nuk martohej as me gorane, as me lumjane. Po kështu ishin ata që quheshin zona e Malzis ose Shëmria, dhe po kështu ishte zona e Fanit, se në atë kohë Fani
ishte me Kuksin, administrativisht. Okay, Fani Mirditës. Fani sot. Mirditës, pse ishte administrativisht me Kuksin? Sepse madje në pedagogjike kanë qenë shumë, edhe në gjimnaz, nxënës nga Fani, nxënëse nga Fani, etj. Sepse nga që nuk kishte rrugë makine për ndryshen, nëpërmjet rrugëve të gjeologjisë, Fani lidhej me Kuksin. Kur u hap rruga e makinës, vite më vonë, madje unë atëherë kam qenë gazetar, u hap rruga e makinës nga qendra e Fanit drejt Rrshenit, atëherë Fani kaloi me administrativisht me Mirditën. Ndërkohë më thatë, dhe është pak përqeshur, në atë kohë ishte një instruktor partie, që si duket kishte njerëz që nxirrnin barsaleta për këta punojësit, kryetarët e kooperativave apo instruktorët e partisë, edhe i nxorën një këngë, ky Rrsheni po bën namin, na la prengën mori Fani. Siç kishin zakon të gjisnin këngë atëherë. Po. Ndërkohë me bashkëshorten tuaj thatë u njoftët në Kukës. Në Kukës sepse ajo aty u fejuat apo pas erdhët në Tiranë? Jo, ta shpjegoj. Ajo unë isha në gjimnaz dhe në kohën kur unë po hyja në vitin e 2 të gjimnazit, në Kukës u hap pedagogjikja e parë për vajzat. Ishte pedagogjike 2 vjeçare për vajzat, e cila nxori mësueset e para dhe kanë qenë një grup vajzash të jashtëzakonshme që përhapën arsimin dhe kulturën, luftuan analfabetizmin të gratë e fshatrave të zonës së Kuksit, aq sa mbaj mend që Fadil Kraja ka shkruar një shkrim shumë të bukur për kontributin e këtyre vajzave në të gjithë fshatrat, se erdhën për pak a shumë vajza nga të gjitha fshatrat e Kuksit. Mbaj mend për shembull që ishin edhe 2 nga Fani, 2 nxënëse nga Fani etj. Dhe aty u njohëm me gruan, pastaj ajo vazhdoi punën si mësuese, unë erdha në universitet dhe ja dhat besën njëri tjetrit që aty? Ja dham besën aq shumë sa vajzat e institutit bujqësor më thoshin sa i mirë je, po ke një të keqe të madhe se i fejuar. Po, kjo do të thotë që e ka besu shumë tek ty, se të vishti nga Kuksi në Tiranë dhe të mendosh që prap do ta rush. Po, Tirana ishte e madhe, e bukur etj. Realisht dhe kam përshtypjen është ana më e mirë e jetës time, sepse kemi, s'po them njohet që nga 64 dhe 25 i bie 61 vjet. Po të martuar, jemi martuar në 71-shin, domethënë sa i bie të 29 dhe 25, 54 vite martuar. Ndërkohë ti ke 2 vajza? Kam 2 vajza dhe një djalë. Edhe një djalë. Unë Anikën njoh, doktoreshe, mjeken. Edhe vajza tjetër është doktoresh. Po djali? Djali i ka marrë juridikun, po nuk punon në sistemin gjyqësor, punon në administrat. A ki qenë dinamik një prind i rrept? Për fat të keq, po. Ki qenë, a? Për fat të keq, po, dhe ngaherë pendohem për ca gjëra që nuk duhet i bëj ashtu siç i kam bërë. A ka shku rreptësia jote deri në ndikimi i profesionit? Pra, ti ke ndikuar tek profesioni i tyre? Jo, këtu jo, por për profesionin e fëmijëve të 2 vajzave sidomos, sepse djali ka një diferencë 12 vjet nga vajza e vogël, po për të 2 vajzat ka ndikuar ema, por jo me as me presion, as me propagandë. Jo me imponim. Por ajo punonte në atë kohë, ka punu për shumë vite, drejtoresh e konvikteve të mjekësisë për vajzat. Okej. Dhe gati 30 vjet ka qenë në atë punë. Dhe kishte momente që unë isha me punë jashtë Tirane etj, vajzat ishin të vogla dhe i merrte me vete her pas here në punë, dhe si duket ato duke u njohur me studentët e mjekësisë, u hypi dëshira për të bërë mjeke, dhe me dëshirën e tyre kanë kërkuar të 2 mjekësinë. Fillimisht njëra, pastaj edhe tjetra. Dhe Anika, që njihni ju, është në Tiranë, kurse vajza e dytë është mjeke në Itali, në Ravenna, ka spitalin kryesor, po ndërkohë punon edhe në 2-3 spitale tjera ku e thrasin për momentet veçanta, sidomos gjatë Covidit dhe pas Covidit. Në kohën e Covidit ajo ka qenë super angazhuar
dhe ne çdo mëngjes ishim në merak sepse ishte atje ku ishte vala më e madhe, sepse në spitalin ku ishte intubimet e Covidit i bënte më mirë se të gjithë tjerët. Madje kur e kërkuan në një spital tjetër që e kërkuan për ta bërë shefe të reanimacionit, spitali i saj nuk pranoi dhe pranoi vetëm me një kusht që kur të kemi intubime të vish të na ndihmosh. Fantastike, pra. Në profesionet ndryshme prej teje, po të plotësuara edhe goxha mirë. Po. Çfarë mendojnë ata? Janë fëmijët e një shkrimtari, le të themi. Politikani sigurisht një shkrimtari, ajo rutina, pra se sot është ndryshe, ti ke kohën, ke vendin, ke po. Kur ishin të vegjël, si shkruaje, si aditje, ato shtëpitë vogla ato. Nuk ka ndryshuar dhe shumë. S'ka ndryshuar? E kishe problem zhurmën, e kishe problem, po themi... Jo, u mësuam, vetë kushtet të mësojnë ashtu, po për shembull mbaj mend një herë s'di ata tregoj atë mos e tregoj. Këto jemi në të pathana, kështu që mund ta thush. Sepse, domethënë, unë shkruaja në shtëpi mbi tavolinën e kuzhinës. As i hanim darkën, kisha raste që pas darkë duhet shkruaja që shkrimit të dorëzoja shkrimin të nesërmen. Edhe kur ja çova daktilografisë tha, u i vi ka era pre shkrim. Këto ishin kushtet. Po. Por domethënë mua nuk do isha bërë gazetari që isha, nuk do isha bërë politikani që isha, nuk do isha bërë shkrimtari që jam, qofse nuk do të kisha atë grua që kam dhe atë fëmijë që kam. Fantastike. Absolutisht. Vetëm se në një moment, gruaja u zemrua me një nga librat e mi. Po, me cilin? Me një nga romanet përshkruaja unë një moment dashurie të dy të rive, dhe ajo po e lexonte dhe kur në një moment e hodhi librin. Ç'pati, i thash, ç'a gjeti me atë? Tham, ke vjedhur dashurinë time dhe e ke fut në libër. Po mira, duhet thotë që ti e ke përjetësuar atë. Unë mendova se është e kundërta. Jo, po ajo ishte xheloze, pse ajo është atë e kam bërë unë, e kam ndjer unë, pse ja dhe një dikujt tjetër. Po ti e ke ndjer këtë, po themi këtë frikën thojza ose xhelozinë e bashkëshortes gjatë kohës që ke shkruar poezi, romani, histori dashurie. Ka pas njëherë pyetje që të ka thënë, kush është kjo? Pse ky personazh? Asnjëherë. Më duket pak më i vërtetë se tjerë, nga ka dalë, nga ka bërë. Asnjëherë, jo. Absolutisht, sepse është një grua e cila ka lexuar, vazhdon të lexojë etj dhe e dinte se që është letërsia dhe nuk ishte i vetmi rast ky që përmenda. Pra e kundërta asaj që ne mendojmë. Ke shkruar shumë libra në Amiki, ke dedikuar jetën letërsisë, ndërkohë që je përkthyer jashtë. Unë du të bëj një pyetje që ja bëjnë fakt gjithë shkrimtarëve që kanë bërë dhe profesione të tjera, apo që kanë lënë gjurmë edhe në fusha të tjera. Dikush të takon rrugë ose dikush që nuk varet nga ti se si do të shohej ty. Si ke ti dëshirë ose si do preferoj ti të të mante mendaj ty kur më vonë. Si një politikan i mirë, si një shkrimtar i mirë, si një gazetar i mirë, pra. Se cili prej nesh e ka një afër zemrës, pra, një rol që e kërkon. Unë do të doja ose nuk do doja asnjëherë nga këto trija. Do doja diçka më shumë dhe kam përshtypjen që aty këtu e ndjej se ekziston. Pra, mirë është të jesh politikan i mirë, mirë është të jesh gazetar i mirë. Unë politik, domethënë, nuk them se ka shku keq, domethënë, kam qenë deputet 8 legjislatura, madje kam ikur nga parlamenti duke qenë kampion në kuptimin e numrit legjislaturave, kam qenë kryetar i grupit parlamentar, kam qenë kryetar kuvendi, zëvendës kryeministër, nën kryetar kuvendi etj. Nga një pikpamje them që gazetar, por natyrisht kam qenë 10 vjet gazetar, 7 vjet kryeredaktor i gazetës Puna, 7 muaj kryeredaktor i Zërit Popullit etj. Në letërsi kam filluar të shkruaj që në rini. Pastaj kam pas ndërprerje sidomos gjatë kohës së politikës dhe megjithatë kam shkruar 14 drama, 6 radiodrama, 6 romane, një libër me legjenda etj. Dhe ndërkohë vazhdoj të shkruaj. Pra, mirë është të jesh, thash, politikan i mirë, shkrimtar i mirë, gazetar i mirë.
po më e rëndësishmja është të njohen për njëri të mirë. Fantastike. Dhe ja ke dalë, mendon? Mendoj që kur shikoj njerëzit që takoj rrugës të njohur edhe të panjohur me ato që më thonë, me ato që flasin. Flasin me respekt. Unë eci në gjithë Tiranën apo kur shkoj diku jashtë Tiranës, eci në këmbë. Ajo që ti po thoje tani më bëri të kuptoj edhe më bëri të ngrej një pyetje tjetër. Pra ti vije nga, po themi vije nga një qytet verior, që në fakt nuk ishte e lehtë atëherë çaja dhe të ecën në Tiranë. Ndërkohë që ty t'u dha shansin politik, e fitove, t'u dha, janë gjëra që i përkasin kohës. Sot unë e shoh shumë të pamundur për një të ri, po themi nga veriu që depërtoj në këto lloj nivelesh në politikë, pra mendoj unë, pra nuk ekziston më ajo meritokraci, por duke parë prurjet e fundit të partive, të listave të rinj, që si kemi parë, si njohim e tjerë. Jam kurioz sepse çdo i ri do kërkon te këshillin e një mjeshtri, po themi të politikës tani, dhe politikës mirë. Çfarë ju këshillon ti këtyre të rive që hyn politikë sot me këto ide që unë do bëj, unë do ndroj, unë do si thotë ai, si thonte unë kur je ri kërkon ndryshosh botën dhe më vonë kupton që ndryshon dot as veten. Unë do ju këshilloja vetëm një gjë, nuk kam shumë komente për të bërë, po vetëm një fjali, që nëse do t'i hysh politikës, dashurohu me veten tënde në politik apo dashurohu me politikën. Sepse ka që dashurohen me politikën dhe bëjnë politikë të mirë. Po ndërkohë ka të tjerë që dashurohen me veten e tyre në politikë dhe kujtojnë pra që janë strumbullari i gjithçkaje, sikur gjithë bota vërtitet rreth emrit tyre e tjera me radhë. Kjo është një ego boshe, pra të dashurohesh me veten tënde, qoftë në art, fjala vjen, që të dashurohesh me veten tënde në kinematografi apo të dashurohesh me veten tënde në politik, nuk bën as politik të mirë, as kinematografi të mirë, as art të mirë. Pra nëse do i futesh politikës, duhet të jesh pasionant për politikë. Fantastike. Të jesh i vendosur të bësh atë çfarë i thua. Do të them një element që mua gjëja që më ka turpruar, që më ka ardhur me vete dhe kam ngrënë veten, si më thënë që po e them këtë gjë, po a do bëhet, a nuk do bëhet. Në të shumtën e rasteve, ajo që e mendoja se nuk mund të bëhet, kam thënë nuk bëhet. Por ka edhe raste që diçka mendon se do bëhet dhe nuk bëhet. Kur vjen vitin tjetër dhe nuk bëhet. Dhe atëherë kam ndier veten shumë ngushtë. Për shembull, kam një mësim të jashtëzakonshëm nga legjislatura e dytë, nga fushata e legjislaturës së dytë. Unë u zgjodha në 91-shin deputet dhe 92-shin u bën zgjedhjet e parakohshme. Dhe shkova në fushat në 92-shin dhe fillova fushatën dhe fushata po shkonte shumë mirë. Në atë kohë kishte një smundje, po e quajnë thojza, që njerëzit ishin të etur të bënin pyetje. Okay. Për shembull, në një takim, fjala vjen, në një fshat, kam një 2 bloqe që i kam akoma dhe ja kam treguar edhe Edi Ramës, i thonë shi sa pyetje bëheshin në atë kohë. 96 pyetje, 112 pyetje. Po të them, në fshatin e Flamurnokës, në Novosej, më kanë bërë 96 pyetje. Në një fshat tjetër 112 pyetje. Se që kam një bindje që Flamuri s'ka qenë nga ata që bën të pyetje. Nuk nes. Por ku e kam fjalën? E kam fjalën të kjo mënyra e të pyeturit. Dhe kur njerëzit të pyesin dhe ti nuk di të japsh përgjigje, atëherë ke ngelur në klasë. Dhe mirë, bëra takimin e parë për bukuri, takimin e dytë për bukuri, takimin e tretë për bukuri. Dhe shkoj në një fshat tani është i zbrazur, po thuaj se një fshat i varfër. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të fshatit tha, a mund vim edhe ne? Mirë se të vini, thash. Dhe unë fola. Dhe kryetari tha, me leje tha, kemi vetëm 3 pyetje dhe asnjë fjalë tjetër. Urdhoi, thash. Para një viti tha, na ke premtuar që do të vi një ambulancë. Erdhi? Jo, nuk erdhi. Para një viti na ke premtuar që do vi edhe një autobus Shishtavet Skukës. Erdhi? Jo, nuk erdhi. Nuk kemi pyetje tjera. E këtu unë ndjeva shumë ngushtë, por unë ndjeva shumë ngushtë dhe nuk ishte fajim, sepse kur ata mi kërkuan këto gjëra, unë erdha këtu në Tiranë
dhe takova ministrin e shëndetësisë të asaj kohe dhe i thash kështu, është shumë e nevojshme një ambulancë. Ta premtoj apo jo? Premtoj, tha, se do ta gjejmë. Pyeta ministrin që merre me ekonominë për autobusin, i thash, më kërkojnë një autobus, mund ta gjejmë? Po, thuaj, s'ka problem. Ishte edhe një tjetër për të quar dikë në shkollë, atë e realizova, po këto dyja nuk i realizova. Nuk i realizova se ministrat më thanë do ta bëjmë, unë e premtova dhe kur shkova ngela në klasë. Dhe ky është momenti, flas për një politikan që mendon si politikan i vërtetë. Sigurisht, po që ka dhe morale dhe një lloj. Është momenti më i vështirë kur ti ke thënë diçka do e bëj dhe kur vjen pas një viti nuk e bën dot, nuk e ke bërë dot, kështu me radhë. Dhe realisht mua më vjen keq domethënë që ato zonat kanë ngelur goxha të varfra, sepse është i mirë projekti 100 fshatra turistik, por fshatrat e tjerë si duhet jenë. Dhe kështu që nga kjo pikpamje është mirë që ne të bëjmë shumë më tepër për ato zona të varfra që të mos braktisen si që janë braktisur deri tani. Namik, para se ta mbyllim këtë podcast, unë du të kërkoj vetëm një sekret. Na thuj pak sekretin e rinisë tënde. Unë kam marrë vesh që ti je 79 vjeç. Po si është e mundur ma burti? Si e, ka të bëj mjekësia në familje, ndihmojnë ata apo s'ka të bëj fare? Apo është gjenetike? Apo goranet janë kështu që ngelen të ri? Kam njoftun edhe goran të tjerë që ngjajnë vegjël, ngjajnë të ri gjithkohës. Nuk e di, për sa i përket doktoreshave që kemi në familje, nëse nuk do të ishte Anika, sepse vajza tjetër ishte shëronte italiane, por nëse nuk do të ishte Anika, unë dhe i me shoqe zorse do ta kalonim Covidin. Okay. Sepse unë 11 muaj nuk dolem nga shtëpia. Dhe në muajin e 11 unë dola për të pirë një kafe me 2 miq të mi dhe pas një jave më zuri Covidi. Dhe pas një jave janë gjita edhe gruas dhe natyrisht nuk shkuam në spital, por njëra nga dhomat e shtëpisë tonë, Anika e ktheu në një klinik të vërtet dhe natën dhe ditën na ka ndetur pranë dhe gjitha vitet pas asaj dite ja dim për dedikon Anikës. Sa bukur. Por ndërkohë pastaj pjesa tjetër kam përshtypjen se duhet të jetë ndoshta edhe gjenetike, se unë nuk bëj ndonjë gjë të veçantë, në kuptimin që as në ushqim, as në ushtrime fizike, eci, lëvizi, etj, po nuk bëj ndonjë gjë kush e di çfarë. Kam bindje që është gjenetike e gorës kjo. Mundet jetë, edhe unë uroj që të jetoj sa motra e gjyshit tim, i cili ka jetuar 104 vjet. Okay, pas kemi kohë pra. Pas kemi kohë. Edhe unë uroj të jetosh sa më gjatë, i lumtur, me krijimtari, me dëshirë dhe vullnet për të shkruar sërish. Namik Dokli, ishte shumë kënaqësi që të patëm në të Pathana. Faleminderit shumë juve dhe ishte kënaqësi të bisedoj me ju. Me një shkrimtar që ka dhënë shenjat e një shkrimtari që do ecë shumë mirë përpara dhe jeni një brez i ri, në fakt një grup shkrimtarësh të ri që unë i lexoj me ëndje, ty, Andreas Dushin, Ervin Nezhën, janë disa të ri që janë në diasporë, po që shkruajnë shumë mirë edhe ata dhe kjo është një gjë e jashtëzakonisht e mirë për letërsinë tonë. Të falenderoj shumë për fjalët edhe për prezencën tënde. Miq Pathana, ky ishte episodi i sotëm i të Pathana. Ne ju lëm takim si çdo të mërkurë në orën 20 në Gazeta Si. Natën e mirë dhe qofshi mirë.